4 trofe ka arritur të fitojë sezonin e kaluar sportiv volejbollisti shkodran Anton Qafarena si pjesë e ekipit Abu Dhabi në kampionatin e Emirateve të Bashkuara, duke qenë një prej pikave kryesore të ekipit. Me të drejtë, për këto rezultate është nderuar me kupa personale si volejbollisti më i miri i sezonit. Në fakt ishte një sezon mjaft i suksesshëm për ne. Ekipi që unë isha pjesë Banijas Volley Club është ekip pjesë Abu Dhabit në Emiratet e Bashkuara Arabe, edhe këtë vit ne arritme të fitojmë gjithë trofejt e mundshme që ishin në ligën venase atje, duke përfshi edhe një kupë ndërkombëtare që ishin me ekipe nga jashtë vendit. Dhe besoj se arritme një sukses të merituar, pavarësisht se ekipi kishte 2 vite që i mungonte një sukses i tillë, por gjet me forcën e grupit edhe e mbyllme me sukses këtë sezon. Shtatlarti i volejbollit shkodran ndihet mirë në klubin arab, por gjithsesi sa herë mbërrin në Shkodër, i bashkohet vllaznisë në Stërvitje, aty ku vëllai i tij Nikolin Qafarena është kapiteni i skuadrës. Madje nuk nguron të lëshojë sinjale për një rikthim të mundshëm në vendlindje për të kontribuar në shpalljen e kuqebluve kampion. Një hap të tillë e ndërmori edhe përpara se të largohej jashtë vendit, kur në drejtimin e trajnerit Mark Kroçi, ai arriti të fitojë titullin kampion me vllaznin. Me vllaznin nuk diskutohet, sa herë unë kthehem në Shkodër, frekuentoj pallatin e sportit Qazim Dervishi në Stërvitje me djemtë e ekipit vllaznisë, edhe për mua është një vlerësim i madh që gjithmonë kam përkrohen edhe mbështetjen e tyre. Në fakt ajo ka një periudhë tepër e artë, cilën unë normalisht do ta harroj asnjëherë, sepse është i vetmi titull kampion në historinë e vllaznisë, edhe ta realizosh për krah vllajt është një gjë akoma më plus më e bukur. Por normal nuk përjashtohet në një tarme që t'jem pjesë e vllaznisë prap, po nuk e di sa e sigurt është që t'jem përsëri me të njëjtën uniformë me vllajin në ekipin e vllaznisë.